Gjatë protestave të muajit fundit në Tiranë, vazhdimisht është folur dhe është përmendur ai që njihet me emrin si revolucioni nepalez. Është folur, është komentuar, janë parë skenarët, rrugët e mundshme, ka pasur madje komente që protestat në Tiranë mund të përfundojnë si skenari nepalez. Natyrisht që gjëja e parë dhe kryesore është për sqaruar se çfarë ishte revolucioni nepalez. Jam në Katmandu. Po ju bëj një pamje të zonës dhe një nga lagjet e Katmandus, kryeqytetit të Nepalit. Kjo është një shkollë në zonën relativisht qendrore të qytetit, i cili është i njohur dhe i shquar për traditën e tij të trashëgimisë kulturore dhe të besimit hindu. Po çfarë ndodhi me revolucionin nepalez? Sa zgjati ai? Cilat ishin arsyet? Cila ishte rruga e zgjidhjes? Dhe më pas do dua të bëj një shënim të vogël për atë, se çfarë mund të ndodhë, cilat janë skenarët e mundshëm të asaj që mund ndodhë në Shqipëri. Revolucioni nepalez filloi më 8 shtator të vitit 2025, pra thuajse 10 muaj më parë. Në mëngjesin e 8 shtatorit të vitit 2025, një numër shumë i madh të rinj, kryesisht të moshave të universiteteve dhe gjimnazeve, një pjesë madje si këta që po shihni që luajnë në këtë fushë këtu, u ngritën në një protestë të madhe kundër papunësisë, kundër rritjes së çmimeve dhe abuzimit qeveritar që ata e konsideronin, sidomos nepotizmin, që e konsideronin një nga problemet kryesore të jetës së vendit. Në datën 8 shtator, mbasdite, qeveria vendosi shpërndarjen e protestës duke përdorur fillimisht gazin lotësiellës, më pas shkopinjt e gomës, plumbat prej gome dhe në mbrëmjen e vonë edhe armët. Forcat policore qelluan ndaj protestuesve duke shkaktuar mjaft viktima. Në mëngjesin e datës 9 shtator, protestuesit ju përgjigjen me të njëjtën ashpërsi policëve, të cilët diku pas mesditës vendosin të mos qellojnë më mbi protestuesit, por bilanci ishte tragjik. 77 persona humbën jetën. Jam në qendër një prej tempujve të vjetër të Katmandus dhe po ecin pjesën tjetër të pazarit. Në mbrëmjen e 8 shtatorit, kryeministri i Nepalit dha dorëheqjen dhe ju hap rruga krijimit të një qeverie që do të drejtohej deri në zgjedhjet e reja nga kryetaria e gjykatës kushtetuese. Në 12 shtator, kryetaria e gjykatës kushtetuese të Nepalit mori përsipër drejtimin e vendit si kryeministre, duke u bërë e para grua në historinë e Nepalit që drejtonte qeverinë. Në datën, pra, revolucioni nepalez i mirëfill zgjati vetëm më pak se sa 48 orë, në datën 8 dhe 9 shtator të vitit 2025. Por cila do të ishte zgjidhja? Në mars të vitit 2026, të gjitha partitë politike, tu jam tek tregu, të gjitha partitë politike nepaleze hyrën në zgjedhjet e parakohshme, të cilat tentonin të krijonin një qeveri stabël për të dhënë pra një qeverisë për zgjidhur krizën nepaleze. Në zgjedhje doli fitues një reper i ri, i datëlindjes 1990, pra vetëm 36 vjeçar, i quajtur Bahar Shah, mund të gaboj me emrin se janë shumë vështirë shpeser për tu prononcuar, i cili, përveç se të qenit një reper i nivelit ndërkombëtar, kishte kandiduar dhe fituar zgjedhjet si kryetar i bashkisë së Katmandus si kandidat i pavarur, i pambështetur nga asnjë parti politike pak kohë më parë. Shah u bë kryeministri më i ri i historisë së Nepalit dhe njëkohësisht personi që arriti të zgjidhte një krizë që mund ta çonte vendin në përplasje më të mëdha. Ai fitoi ndaj partisë së ish kryeministrit që kishte dhënë dorëheqjen duke pasur mbështetjen kryesisht të përfaqësuesve të revolucionit nepalez. Një nga pyetjet, një nga pikat e vazhdueshme që është ngritur dhe për protestën në Shqipëri, unë kam thënë disa herë në postimet e mia, është mekanizmi që mund kanalizoj këtë protest drejt një zgjedhje. Natyrisht që problemi kryesor është mazhoranca parlamentare, që Rama e ka marrë një vit më parë dhe i jep atij 82 plus 3 talatëve ti 85 vende në parlamentin e Shqipërisë. Natyrisht që skenari nepalez, i cili është skenari po themi më problematik sepse shkoi në dhunë dhe pati humbje jetësh njerëzve, edhe ai në fund fare u zgjidh përmes një forme të vetme, përmes zgjedhjeve. Në demokraci nuk ka asnjë formë tjetër. Natyrisht që ka disa forma, unë nuk besoj kurrë që protesta në Shqipëri mund të shkojë në një protestë të dhunshme, nuk e besoj dhe nuk do uroja kurrë një gjë të tillë, por nga ana tjetër, nëse protesta do të detyronte kryeministrin që të jepte dorëheqjen për hir të masivitetit të saj, bllokimit të jetës së vendit, sërish ne do të shkojmë në zgjedhje.
Krijimi i qeverie teknike kërkon 71 vota në parlament, të cilat në çdo rast duhet negociohen me mazhorancën që prapë drejton Edi Rama, sepse kush do të detyrojë deputetët që të votojnë një qeveri teknike. Pra nuk mund të krijohet një qeveri paralele, është një qeveri teknike ose një qeveri, po themi, kujdestare, e cila do të përgatis vendin për zgjedhje. Kjo qeveri nuk mund të ketë mandat më të gjatë se sa i që përcakton kushtetuta për të çuar vendin në zgjedhje, sepse vendi do të mbetej pa një qeveri të mandatuar, pra një qeveri që kishte marrë votën. Prandaj insistoj edhe një herë dhe kam thënë gjithmonë që zgjedhja e fundit mbeten zgjedhjet. Kam parë sfundin që ka edhe një entuziazëm madh në rrjetet sociale për dorëheqjen e Aleksandar Vučić, presidentit të Serbisë. Tani këtu duhet të sqarojmë një gjë, sepse shumë veta nuk e dinë. Vučić po mbyllte mandatin e dytë si president i Serbisë. Nuk e lejon kushtetuta serbe të rizgjidhet sërish. Pra nuk mund zgjidhet më president. Ndërkohë ai ka qenë më parë kryeministër. Atëherë Vučić po e çon vendin në zgjedhje të parakohshme, duke u dorëhequr dhe vetë president pak kohë para se të mbaronte mandati, që të bëjë njëkohësisht zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet parlamentare, sepse ai do të kalojë nga president, një post që cili s'mund ta mbajë më për arsye të humbjes së mandatit të tij, në postin e kryeministrit, duke i dhënë më shumë peshë ekzekutivit siç kishte në kohën që ai ishte kryeministër. Pra Vučić është duke bërë një lojë të mirëfillt politike për t'i shërbyer pushtetit dhe fuqisë tij politike, dhe i nuk po jep dorëheqjen për t'u larguar nga politika. Nuk ka asnjë formë tjetër që mund të detyrohet njeriu të largohet nga politika përveç përballjes në zgjedhje. Si mund të adresohet, po themi ne, pakënaqësia ose po them unë, pakënaqësia e protestës së madhe, duhet të kaloj pak rrugën. Si mund të kanalizohet pakënaqësia e protestës në një zgjedhje politike? Kjo është pyetja kryesore që drejtuesit e protestës ose për organizatorët kryesorë ose njerëzit që ndihmojnë duhet t'i gjejnë një zgjidhje. Pra cila është mënyra, sepse nëse do shkojmë në zgjedhje pa krijimin e informacionit tjetër politik, siç ndodhi për shembull në Nepal, me këtë reperin 36 vjeçar, nuk ka, do ta adresoj sërish të dy partitë për cilat ka pakënaqësi. Nëse partitë e vogla ose partitë e reja do mundohen të ngrihen, edhe kjo është një pikë pyetje e madhe. Nuk di ta them se sa mundohet, sepse do jetë prapë e vështirë, po një gjë është, në çdo rrethan, në çdo situatë, ngado që të kthehemi, zgjidhja e fundit dhe përfundimtare e një krize politike, sepse bëhet fjalë për një krizë politike, dhe një proteste politike janë zgjedhjet. Për këtë duhet të ketë disa faza. Faza e parë është që protesta duhet arrijë suksesin përmes dorëheqjes së kryeministrit, nëse arrin këtë dhe duhet të bind kryeministrin që t'i japë dorëheqjen. E dyta, nëse kërkohet një qeveri teknike, po themi, ose qeveri tranzicioni, do jetë një qeveri vetëm për përgatitjen e zgjedhjeve, pa mandat politik, sepse nuk pa mandat ushtrimit të ekzekutivit, sepse nuk e ka votbesimin me votë dhe ti nuk mund nisesh vetëm me dëshirë, dhe e fundit fare çdo gjë do të kanalizohet në zgjedhje. Nuk ka si formë tjetër në demokraci veç votës, prandaj kur votoni mendojeni mirë se kë doni të votoni. Nga Katmandu, Nepal.